Shqyrtimi propozim rezolutës për avancimin e përkujdesjes institucionale ndaj komunitetit shqiptar Preshevë, Medvegje, Bujanos në përputhje me standardet evropiane. Të nderuar deputet, 6 deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës nga grupet parlamentare, lëvizjave të vendosje, PDK, LDK dhe AK, në bazë të nenit 58 rregullorës së Kuvendit, kanë parashtruar për shqyrtim dhe miratim mocionin përmbajtësor, propozim rezoluta për avancimin e përkujdesjes institucionale ndaj komunitetit shqiptar Preshevë, Medvegje, Bujanos në përputhje me standardet evropiane. Ftoj kryetarën e grupit të lëvizjes vetëvendosje, zonjën Arbrien Agafci, që në emër të deputetëve ta paraqes propozim rezolutën. Urnoj zonjën Agafci. Faleminderit të nderuar kryetare e Kuvendit, të nderuar deputet në emër të neve deputetëve nënshkrues, por po ashtu përfaqësuesve të gjitha grupeve parlamentare të lëvizjes, PDK, AK, pra deputetëve shqiptar këtu në Kuvend, paraqes para jush këtë propozim rezolut, e cila është edhe iniciativë e deputetit shqiptar, Shaib Kamberi, duke nënvizuar nevojën për fuqizimin e lidhjeve politike institucionale ndërmjet Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjes me Kosovën, e që ka ngritur në mënyrë të pandërprerë çështjen e të drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës në nivel institucional dhe ndërkombëtar. Qeveria dhe Kuvendi i Republikës së Kosovës mbështesin pa rezervë shqiptarët në Preshevë, Medvegje dhe Bujanoc. Në emër pra të gjitha partive parlamentare shqiptare këtu në Kuvendin e Republikës së Kosovës, paraqesim para jush këtë propozim rezolut për avancimin e përkujdesjes institucionale ndaj komunitetit shqiptar në Preshevë, Medvegje, Bujanoc në përputhje me standardet evropiane. Riafirmojmë angazhimin e Republikës së Kosovës për përkujdesje institucionale të qëndrueshme ndaj komunitetit shqiptar në Preshevë, Medvegje e Bujanoc në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira të Bashkimit Evropian. I bën thirrje Qeverisë së Republikës së Kosovës që të zhvilloj dhe të zbatoj politika të strukturuara mbështetëse për komunitetin shqiptar në Preshevë, Medvegje, Bujanoc, duke përfshirë dimensionin politik, zbatimin e të drejtave, atë financiar, socioekonomik, arsimor dhe institucional. Inkurajon forcimin e angazhimit politik dhe diplomatik të Republikës së Kosovës për çështjet që lidhen me të drejta dhe pozitën e komunitetit shqiptar në Preshevë, Medvegje, Bujanoc, në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja dhe në komunikim me institucionet evropiane dhe institucionet tjera ndërkombëtare. Thekson nevojën që parimi i reciprocitetit dhe simetrisë së standardeve të reflektohet në mënyrë konsistente në dialogun Kosovë-Serbi, përfshirë çështjet e njohjes së diplomave, integrimit institucional, përfaqësimit adekuat dhe ndërprerjes së praktikave administrative diskriminuese. Nënvizon rëndësinë që respektimi i të drejtave të komunitetit shqiptar në Preshevë, Medvegje, Bujanoc të trajtohet si pjesë integrale e kritereve për përparimin e Serbisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Mbështet krijimin e një fondi të përbashkët për Preshevën, Medvegjen dhe Bujanocin, pra luginën e Preshevës, si mekanizëm i qëndrueshëm financiar, i orientuar drejt zhvillimit socioekonomik, arsimit, punësimit, fuqizimit institucional dhe ruajtjes së identitetit kulturor të komunitetit shqiptar në përputhje me standardet evropiane të transparencës dhe llogaridhënies. I bën thirrje Kuvendit dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë që të bashkohen këtyre objektivave dhe të kontribojnë në mënyrë të koordinuar në krijimin dhe funksionalizimin e këtij fondi të përbashkët, si shprehje e solidaritetit institucional dhe bashkëpunimit ndërshqiptar në funksion të stabilitetit rajonal dhe të integrimit evropian. Inkurajon bashkëpunimin ndërinstitucional ndërmjet Republikës së Kosovës, Republikës së Shqipërisë dhe përfaqësuesve legjitim të komunitetit shqiptar në luginën e Preshevës, si dhe koordinimin me institucionet e Bashkimit Evropian dhe partnerët ndërkombëtar për hartimin e mekanizmave afatgjat të monitorimit dhe mbështetjes. Vendos që kjo rezolut të përcillet Qeverisë së Republikës së Kosovës, Kuvendit dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, institucioneve relevante të Bashkimit Evropian dhe aktorëve ndërkombëtar për informim dhe veprime të mëtejshme. Faleminderit. Bëhemi gati për votim, votojmë tash.
Me 73 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, Kuvendi i Republikës së Kosovës miratoi rezolutën për avancimin e përkujdesjes institucionale ndaj komunitetit shqiptar Preshev, Medvegjë e Bujanoc në përputhje me standardet evropiane.